Dhe që të dalë ke pjesa e Edi Ramës, tani, që na hapi bashkën me këtë Europën. Po dhe ti ke ndërmend që të mbete shkëm graniti në britet e Adriatikut. Jo, vetëm si titull nuk më pëlqeu, se është qesharak, se ma më kuptoj, pa marru zgjedhjet rrezik s'ke më Europë, s'ke ka futesh. Shiko, është thënë dikur që kur bëhemi në për Europë dhe të ishë Europë. Po ti është logjik, më kuptoj, këte i them Ramës, vetëm ti është logjik, kurse ky tjetër ja pallo. Ky është non grata, ky do të të heq vizat me Amerikën. Ky s'u ndot për vetë. Qa ka pa ky popull i shkret me këto, qa një gjok i popull. Nena duhet, mu çfarë më pëlqen Rama, dhe përsa e mbështes Rama, që ndoshta duhet zgjerohet më shumë që kjo. Nuk harrin deri te ajo pika e këtij tjetrit. Jo. Po ta shikosh Shqipërinë tani, është bërë vatër e shumë figurave të artit, të arkitekturës, e shumë figurave të kulinarisë, të shumë figurave të gjitha lloj të arteve. Kjo është tepër e vështirë të arrihet për një vend vogël, dhe kaq të duhet si një vend i vogël që ti të mbijetosh. Pra, me ushtri ti s'ke qaj bë asnjënit sot. Igje nga mene, po jo mund për ushtrinë ose është njëri, s'ke që për më ushtri. Ja, do lek të malë. Do lek të jashtëzakonshëm, po nuk do vetëm lekët. Jo, nuk do vetëm lekët, do... Eksaktësisht. Tani që po vija në emision, dëgjoja një ish general italian, që po flisnin për armatimin, dhe tha s'ka që na duhet armatimi, tha se s'kemi ushtar, tha që s'ka më rini, tha e popullsia me e plagur e botës, tha mbas ka po një... Që të bësh një ushtri, sepse po i shikoj të dy ushtrit, dhe kjo do ishte ndoshta dhe analizë shumë e lezetshme, po që të bësh një ushtri, duhet që në klasë të parë, kur filloi abetaren, a dheu, më dheu, mos të filloj me mami. Së filloj mami. A dheu, a automatiku. A dheu, a automatiku. Bravo, më dheu e këto me radhë. Dhe... Më dheu ose mina. Ose mina, mitrolozi. Dhe që ndodhë, nga klasa 2 që fillojnë e mësojnë këta, fillo pastaj ato poezit me Kreshnike, me gjona që kemi mësu dhe ne në klasë 8. Në plagët e Gjergje Lesë. Bravo. Dhe në klasë 8, që ose me ne kemi bërë qitje. Meset e për ty kjo, mu i dhe Halili ka qenë soft, së ti kishe të duar ato. Po. Nuk do me dhe me këtë tani, se të mjaft kam bugaçën. Pra, në klasë 8, ne bëm qitjen e parë, mos ka bëm, a bëm qitjen e parë në klasë 8 se më men? Kë? Në qitjen e parë, bëm klasë 8 apo në vit 4? Jo, nuk e di, kisha rase që fillohë zbori që në klasë, po në vit pare bëjet, vit parë gjimnaz. Qitje, kur kemi bë qitjen e parë, duke vit parë gjimnaz. Vit parë gjimnaz, atëherë fillon të dhe zbori. Por, ti filloshe me Vaçe Zelën? Ndërsa pasaj në vitet 3 filloj e bëj edhe shërbim më roje natën të shkolla, sepse çdo shkollë, për ata që se mbajnë mend, kishte depon armatimit aty. Pra fillote me Vaçe Zelën, o ku ka si ty o Shqipëria ime, maroshe me 8 plagë në Paris, a që ishin ato 8 krisma në Paris, në darkët, se të vite që të mbushesh e të bëhesh patriot. Pra do që të krijosh njeriun, pastaj ushtarin. Dhe pse dola dhe për shembull rinia jonë asaj kohe, si thash plaku 50 vjeç që tu na vdek në dorë se s'do të me luftu Amerikanin. Po do të krijosh njeriun, që ai njeriu bëhet ushtar, që ai njeriu pastaj, siç e kanë kriju izraelitët. Pra edhe po ta marrim shumë. Edhe rusët e kanë krijuar. Tash i dalim ke rusët. Dhe unë jo pak
i shoh në brëndësi ukrainasit, ato të huaj në Ukrainë, pra këto foreign fighters, mercenarët, shoh dhe rusë. Se po ishin bukur foreign fighters, mercenarë, ja. Pa e lesht. Ku kapënin dhe ishte një tamun për stand-up komedi, sepse ja i gjenë në YouTube. Edhe ishte me ca kështu foreign fighters, se ke pasur kështu mercenarësh. Ai tha, unë tha, kisha luftova tha në Afganistan, tha. Luftova në Afganistan, tha. Nuk e di se ku kisha bodhe i luft tjetër, dhe thash tha, do iki të luftojnë atje, tha, me rusët, tha, pse jo? Ta ndihmoj popullin ukrainë. Bravo. Ta çojë demokracinë. Eksaktësisht, po fliste me shpirt tjetër. E kam pa. E mora dha bleva këtë, bleva atë, pavarësisht se rrendi që bleva se ose nëse ai ka blekur se çfarë bleva. Po Ukraina s'po i blen vetëm por se i vjellin pajimet ushtarake. Nëse po ishte i huj ky. Edhe tha unë nisa tha me ato 8 shokët e mi, si bon dhe brigatën këto, më kupto, me Azov, e kishin me Azov ta, më kupto, me tatuazh, ishin me tatuazh, i mlojnë më fund fare, si filloj ftofti. Edhe dhe, shkum dha 8 veta, nga jo pika, tha, se ishim pregatita, 8 veta, tha, që kishim qenë në disa vende të botës, dhe shkum, tha, na thanë, shkonim ke pik, shkum ke pik, tha, ngelëm 2, dhe ku kom dalë nga aty, tha, që s'pes zjatë shumë, ku kom ik nga aty, tha, i thash vetës, tha, pa ja të bëtë me qajtë, pa se mund vite për qesh, se që i nodhe të shkretit. A më zha, i kështë kompletit trondit, a i kështë marru si ropë, dhe tha, unë tha, e di qa pash, jo i tha i shkreti, a i që përmente në intervjit, pasa që mund të uërë stërvitje, se unë dhe kështë luftu dhe me njës dhe që kishin shapka dhe amë këtë, kështu dhe që qushin, benevrek dhe kështë luftu të më ushtarë. Edhe ne dhe, me thonë drejtën dhe ku luftojshim, ne kishim helikopterin mu si për neshta, që bote pastrimin atje, kishim dhe tankun, tha që vazhdo të pastrimin, kishim dhe artillerin Sheshote. Bravo që sheshote, tha, edhe me thonë drejtën, tha, aty pasta që lufta ishte komplet tjetër, kështë që mu, e vetë një gjë që doja, tha, ishte të shpëtoja gjallë, dhe edhe një moment, tani që a i tha një gjë, tha, doja të vdisja, pas një betetje, dohet vdisja të sepse ishte shumë e vështirë për nejt i gjallë. Ishte jashtë masa e vështirë dhe për nejt i gjallë. Shkoj dhe i vend tjetër, kishte të pru vetëm ky, dhe shkoj ke mamin, ky thatë, mund për që ushimi mamin, iku. Po mirë, e mbanë mëndi se janë haruar, e kanë qenë galladë mba, që thoshin sa po shkojnë në frontin e luftës snajperi më të mërshëm kanadez, që po pas 2 ditësh nuk e gjenin atë. Menduan e kanë bra rusët, sa kishte qenë në Kanada. Ketezi. Kishte 3 ditë kishte mbajt qefi atë. I bote tezja byrek ati. Ati është shkoj. Kishte më mondi për byreku në tezë në Kanada. Që mos kujtojmë se po ofendojmë këto. Rusët e fillojnë që fillore këto lloj edukimi. Jo, që të shpjegoj diçka tjetër. Gjatë luftës dytë botërore, se kam pa edhe këtë, është shumë interesante. Gjatë luftës dytë botërore, kur pyet gjermanët, nazistët, thonë rusët, bashkimi sovjetik, to dilshin nga vorri. Ta ishin njerëz që dilshin nga vorri, domethënë, i mendon se të vran, ky dilte nga vorri dhe fillon të luftë nga e para. Të është në të gjithë, se më thëmë, kujtimet e nazistëve, që luftu në rusët. Për anglezët, ushtria naziste ka qenë ushtria e zakonshme. Për anglezët dhe për amerikanët nuk e thoshin gjë tillë. Amerikanët thoshin ishin përgatitur diçka e tillë, po jo këtë. Pse?
Këtë po shpjegoj. Këta po ta shohësh historinë, po ta shohësh. Do me dal vllasim duke si po bën propagandë. Jo, po të shohësh historinë, du me dal pikërisht ke kjo, që po të shohësh historinë ruse, është ndaç ke cari, ndaç ke ku ishin ato. Madhe Rasha. Bravo. Kurse këta tjerët ishin mercenar, qoftë edhe në Europë, edhe Amerikanët ishin mercenar, se është ndryshe një Amerikan në Amerikë. Një ushtri beta rrezikshme në qoftë se ti do me thënë. Pra është ideali, këtë desha me nxjerr. Ushtria gjermane e luftës dytë botërore, një ushtri e frikshme. Kishte ideali, po kishte ideal. Atë ideal në vetë. Kishte Gjermania madhe, bravo. Gjermania mbi të gjitha. Pra nuk mund të thotë dhe ndërhyrë shumë bukur që të kuptohet edhe në një që se kupto. Pra, e heqim rusët, nuk mund thot njeri, sa frikaca kishin ata gjermanët. Jo, domon, as një ka thonë, qoftë ndaq komunistë ishin ata, ndaq drejt çado ishin këto pjesë që luftojnë, nuk mund thoshe dot, pse se kishin një ideal. Ishin përgatit me Gjermaninë e madhe, ishte fut në shtëpiet. Këtë po shpjegoj, që tash ti, ndaq merr avion ti këtu në Shqipëri. Madje thot Amarildo, korespondenti William e Harrova, i vetmi që mbeti deri në momentin e fillimit luftës midis Amerikës dhe Gjermanisë, ishte korespondent amerikan në Gjermani. Edhe thot ai lëvizja midis Gjermanisë, ja kam lexuar kujtimet e tij, s'm kujtohet emri tashti. William nuk e di se si e kishte. Dhe ai tregonte që kur shkoja midis Gjermanisë dhe Anglisë, shikoja gjermanët që ishin këta Hitlerjugend, rinia gjermane, për stërvitjet, dinin në punë, këto kornin misin, dhe shikoja thoshta një rini të shëndetshme që i shëndrisnin dhëmbat, të shëndrisnin nga shëndeti. Kur shkohën në Angli, pash me dhëmë të krimbur në përpabe, të dobët një tjetë, dhe atë në moment thash, në qoftë se nuk hymë në Amerikanët në luftë, Anglia e ka të humbur luftën. Nëse, tani, kurse nga këto që kam dëgjuar, pak më thoshin, qofse për shembull Gjermania nuk do fuste Bashkimin Sovjetik, por do fuste Anglisë, kishte pushtu botën, nuk e di. Anglezët se llogaritën fare. Kjo është fakt. Mbesa sa Amerikanët jo. Po u futën në vend të keq. U futën në vend të keq sepse dha ata kishin ideal në atë kohë, kishin ideal keq, po kishin ideal. Dhe fitoi ideali ndaj të menduarës që je racë veçantë. Këta kishin ideal të mendonin që janë racë veçantë. Ato se për racë veçantë do të gatisun. Ata nuk e quajnë lufta e dytë botërore rusët, e quajnë lufta e madhe patriotike. Po. Në thënë Rusi... Sepse ju futëm tëra saj për të kuptuar. Jo, pra jo, e kanë që në titull, lufta e madhe patriotike, do me thënë lufta e madhe për atë dheun. Nuk e qënë lufta e dytë botërore që u futë... Jo, ju futa gjithsaj për të kuptu për shumë që nuk jonë parat që ti do shpenzosh për anë në Shqipëri. Është si që tha e që thejti për shumë që kur i shifshe Gjermanët duke bo aksion, duke pastru, duke hap kanale, duke hap taraca si që ishim ne para 90-s, e kuptoj që me këta nuk luftohet, sepse këta e dunat dhe unë e vetë. Kurse qana ka bo politika 34 vjeqare, këtu duat dalë, është që ne nuk kemi atë dhe, ne kemi bythën tonë që po du mikim Gjermani, shërbim Gjermanisë, po du mikim në Amerikë, po du sa, do më thonë, të kesh një parti, të kesh një parti, unë du me ne dëzhun, që të thëmë, o Gjermona e se të morën, që të kesh një parti, që do me artë në kryet vëndet dhe të thotë një gjohë, do më votosh mu, sepse unë të heq vizat me Amerikën, do më thonë, kjo nuk është normale kjo nuk është normale, do më thonë, ne kemi bërë 34 vjetë, ne kemi bërë çdo gjë anormale, të duket po në fushat ka qenë do t'ju fusë në NATO, do heqin vizat? Bravo, të duket tepër normale, do t'ju heqin vizat, do t'ju heqin vizat për Amerikë, do t'ju fusim në Europë, do më thonë, idiotizma nga më të mëdhojat janë folë në Shqip. E ke pasysh? Okej. Shiko, ka një diçka tjetër përsa e përket kësaj, ndoshta ishte periudha e luftës ftohtë që e bënte, por sot po shikoj që
ka një lloj zgjimi të edhe italianët që kanë qenë më të lodhur të fare për sa i përket patriotizmit. Madje Oriana Falazzi thot bukur, italianët janë nacionalistë vetëm, këndojnë hymnin kombëtar vetëm në ndeshjen kur lot kombëtarja. Sa as që bie në mendje për nacionalizmin dhe italianët kanë filluar pikërisht janë kthyer te Giorgia Meloni, e cila është një trashëgimtare e fashistëve, po them. Por që ka pikërisht këto teoritë. Tani, e di çam gëzo mua, domethënë vërtet më gëzo. Më gëzo kjo që të paktën njerëzimi po hapsyt, se me thënë drejtën unë jam shumë asnjanës për sa i përket të majtës, të djathtës, sepse nuk ka, për mua nuk ka as majtë as djathtë bota, ka logjike ose jo logjike në një moment caktuar, sepse unë e shoh vërtet racën njerëzore ose shtetin e shoh në syrin e një biznesi dhe po sqaroj shumë thjesht. Më kupto. Morim mbretin e Monakos. Qa parti është ai mbreti i Monakos? Qa është i majtë, qa është ai? Shëndet. Faleminderit. Ai qa bëri gjeti një zgjidhje. U martu me një amerikane, me një aktor film. Dhe me anë të disa ligjeve ai arriti të bojat e Monakos që njohim sot. Marim këtë tjetrën, Abu Dhabun, morim këtë tjetrin, Dubain. Kemi të bëjmë me një gjeni që shef një lloj arti për të ndërtuar gjë, pra s'ka as majt as djathtë. Dhe po t'i marrim këto shembuj, do kuptojmë që demokracia nuk është as i vend nga këto, nuk u fol fare që sepse demokracia në fakt është një lloj instrumenti që ja kanë dhënë vendeve, e ka pasur është njësoj si me të dhënë është më bëhet gjatë, me gjitha të... Jo, më fal, duhet të shpjegoj diçka. Jo, shumë interesante, kjo për inshallah po e gjej tamam atë fjalën. Është njësoj si me të dhënë një pushk që s'bo. Le se do hymë në kontradiktë na ka kalu. Nuk jam dakord. Unë më pëlqen, më thon drejtën. Më pëlqen më mirë kënde, domethënë ti flet të lëm pa bukë. Po të lëm pa bukë, po nuk çoj në Siberi vlla, të përlesh me Ariun. Kështu që nëse është një muhabet i gjatë bëjmë emision më vetë këtë. E lëm këtu, e mbyllim këtu. E mbyllim po. Okej. Natën.